Bordi i Paqes ka arritur marrëveshje historike për çarmatimin e Hamasit, deklaron Trump. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se kanë arritur një marrëveshje me Hamasin për çarmatosjen dhe transferimin e kontrollit politik dhe ushtarak të Gazës në një qeveri teknike palestineze, Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës. Megjithatë, marrëveshja kërkon që Hamasi dhe Izraeli të ndërmarrin një sër hapash të vështirë gjatë 7 deri 8 muajt e ardhshëm. Në një konferencë për gazetarët, një zyrtar amerikan shpjegon se grupi palestinez do të dorëzojë armët në këmbin të interregjit të mundshme të shtetit të Izraelit nga rripi i Gazës përtej vijës së verdhë. Një antar i Hamasit, Ghazi Hamad, konfirmoi për Al Jazeera se pas negociatave të vështira ishte arritur një marrëveshje, por theksoi gjithashtu se grupi palestinez nuk do ndërmarrë asnjë hap lidhur me çarmatimin përpara se Izraeli të tërhiqet nga rripi i Gazës. Disa media izraelite cituan burime zyrtare izraelite që sugjeronin se Izraeli nuk është i gatshëm të pranojë tërheqjen nga asnjë pjesë e Gazës deri në çarmatimin e plotë të Hamasit. Edhe deklaratat e Donald Trump në Truth Social duket se lënë të kuptohet se tërheqja izraelite do ndodhë vetëm pas çarmatimit të plotë të kundërshtare. Presidenti amerikan e përshkroi marrëveshjen në Truth si një marrëveshje historike për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe gjitha grupeve të tjera të armatosura në Gaza. Një hap monumental drejt paqes e sigurisë qëndrueshme. Trump foli për çarmatimin e Hamasit në disa faza, me një tërheqje graduale të Izraelit që do zëvendësohej nga një forcë ndërkombëtare e stabilizimit.